Vetëm 95.000 euro çelta të vjetra, domethënë. Okazion apartament 1+1 dhe plus garazh. Qa thua? Mes Tiranës. S'ka shans. Ja. Si s'pas ka shans. S'ka shans, më as Mos lekë. është kamës. Ore më pëlqen mes Tiranës është tu ku jam unë ti. Ore, po ç'ne ke marrë një shtëpi kaq të lirë për ta shitje, se ti ke gjëra të rënda. Do të ketë një pleç. Unë di që unë me gjëra të rënda merrem, po merrem edhe për juar se gjynafër ti keni kaq vite në Tiranë pa shtëpi tuaj me qera. Stresën e varfër. Po mirë, ky është garazhi i shtëpisë, aty e? Po, këtu është shtëpia dhe garazhi, janë të dyja bashkë domethënë se është vizionare si gjë, është me. Ka ndonjë ashensor aty gjithësh lart te shtëpia? Jo, ashensor ka, po ashensori që ke zero e lartë është, kështu se domethënë këtu është shtëpia ti. Si është shtëpia aty? Po jarë ku është? Si është aty? Është garazhi. Po garazhi, do ikësh punë ti. Po. Kur jenë punë, makinën e le këtu në garazh. Kur vjen nga puna, heq makinën e le jashtë, futesh brenda dhe jeton aty. Se po makinën për çaj do apo? Po për çaj do, po ikën me autobus në punë ti. Ku ti gjao? Zoti vaj. Ore, po ku është shtëpia aty? Ka një dera, ka një gjë. Ja, është qepeni këtu siç e shihni, është qepen, është edhe me pult. Është me tetana teknologji e fundit domethënë. Që ka fundit. Aty ke intimitet TV-s. Aha. Nuk ke dritare gjana kështu që të shohin komshia gjana, e ke parasysh se ti do me bëj gjana ato tuaja private. Një sekond, seriozisht është te apartamenti aty apo ka një derë që futesh te apartamenti? Ore mrapa me erti, ja, këtu. Çfarë do? Kjo është qepeni shef ti këtu, kjo është dera shtëpisë. Ore, Fonsi, po tallesh aty apo çfarë? Se s'po marr vesh. S'ka divan, s'ka gjëra. Ku ti lësh ato? Po çdo divanin erti, kush rrin shtëpisë o vis? Urdhë? Në 2025 akoma në shtëpi rri ti. Si, në shtëpi do vesh apo? Të shtrimi që kockat. Pa higën shtëpi rrin portativ, flegjum, se shtëpia si hotel është, ke parasysh, ti rri gjithë ditën punë, vje flegjum, higën prap, çosh higën punë. Ore, ç'a portativi apo ç'a thua? Ç'a do më bëjtë? Ore, po fal, po dritare, s'ka dritare? Po ç'do dritare ti? Si ç'do dritare? Ai ke pati këto që bën shtëpia nga 1 milion euro, nga 500.000 euro, 300.000 euro, ke dritare ti, den dritare, ç'a shef kullën përballë, që të ka bë tjetri njët. Shef halin e tjetrit, ai shkarkon gjana. Ama seriozisht ke. Po ç'dor ke intimitet ti ke. Ore fal, po mirë, po ç'ku do hash kuzhina ku është për shembull? Ç'do po kush harm shtëpisë aty? Po se ç'do bësh në shtëpi ti, e di sa kanë shku kostat e jetesës sot apo se di. E di. Vetëm telien ve bën 1800 lekë. E harroven lavamand ajo ndryshke, do ta hudhësh në desh tjetër. Po ç'a thua? Detergjenta, fera, ato gjana. Gatimi po flasim ne, jo larjen me nesër. Po vetë hash, po mirë atë, po vaj ullinit orti, 10-15.000 lekë, 20.000 lekë kilja, çep. Po ka shku. Po si ti apo për të ngrëmë sa apo? Ja. Merr në sufllaçi, në doner, në sanduiç, në picë, në burger, në ku di gjë, të gjëna. Jeni 2025 në pozicionin 2025. Ka restorante kështu vërdall plot sa dush. Ore fal, po ku do lahesh herë? S'ka dush aty ujë, ku ka ujë? Ku do lahesh ti? Ujë ku ka ujë, po ku do lahesh është dimër tash. Tash është nuk dersin. Nuk di si. Po s'ke kushëriti, s'ke njeri në Tiranë. Ose futën palestër, po fik. Futën palestër, ke aty dush. Ja, e shef. Me qira llafi keni dhe palestrën këtu afër, sa kalon zogun e zi direkt. Po mirë dush, po banjën bursi për banjë. Po banjë është shumë e thjeshtë. Numri 1 mund ta bësh këtu në garazh, në gomat e makinave, ke parasysh? Këtë bëshërë? Numri 1 pra ujt në hol. Ujrat e holla mund t'i bëni te gomat e makinave, se edhe nuk bjen sy për shembull, se do thonë ata mund të kalu në një ambis me qenin e saj të vogël Doberman. Nuk dallohet. Qenin e saj të vogël Doberman. Se s'do i marri era i çfarë? Po fal numrin 2 të trashin ku do e bëjmë? Numrin 2. Si këtu ku jemi ne, po të kalosh 4 garazhe më ne, ato janë emigrantë, rjetojnë në Amerikë, kanë 20-30 vjet që zvin këtu dhe nuk ka njerëj aty dhe mund ta ashu domethënë. Pa frik. Ama seriozisht e ka ke. Nuk ka asnjë problem ti. O Fonsi. Ti vitur domethënë se di. Për letra higjienike ke kati 0 janë ato herë në muj vin faturat e dritave të tujtit. Merri ato, zgjidhni çik. I bën kështu, zbutet letra dhe para. Po kështu hapësirat përbashkëta ka aty këto çfarë biesh, ascensore. Ore me qira llafi ke ascensor herë nuk ka. Nuk ka. Nuk ka ascensor se është deri ke 0 e lart. Po ama në paktën nuk pagu lek ascensori, lek pastruese nuk paguajnë se nuk do të pastrojnë. Pa nuk vjen këtu ajo se ka për lart, nuk ç'do të pastrojtë. Me çfarë do të bësh ose aty me shkallë? Po me shkallë si ti për rampe. Po e ke ofertë me 97. Ore këtu e di çfarë lloj gjënash mund të bësh këtu, këtu mund të bësh çuditëra, Orvis. Çfarë bën aty me Tu mund të mlidhesh me fare fisin, me miq, me të dashurit e tu, domethënë mund të organizosh party.
Qa thua? Mund nezesh I barbecue aty, I zgar, me ull dhe qepenin, bande si tip saune. Edhe del në lajme ditën tjetër. Tamam. Se do bën tymi aty. Mund dalësh, nështë ditën tjetër nuk del, se këtu nuk është se ka shumë qarkullim, mund dalësh mas disa javësh kur të filloj era. Po, sa të marrin vesh që... Po sa dalë, ne ma moqa ma vetë. Po, se e qelë për ma vetë fare. Se bani kështu gjane.